Ka objekte që mbërrin në jetën e një familje pa bërë zhurmë, pa shkëlqim, pa rëndësi të dukshme. Një kartë banke është një prej tyre. Një copë plastike e hollë, me ngjyrë të zbetë, që për shumicën e njerëzve nuk mban asnjë peshë emocionale. Por në atë shtëpi të vogël, në një lagje që nuk shënohej në harta turistike dhe që dukej njësoj në çdo qytet të botës, ajo kartë u bë pika e çajës së gjithçkaje. Gjyshi kishte vdekur në heshtje. Jo në kuptimin dramatik të fjalës, por në atë mënyrën e zakonshme si largohen njerëzit që kanë jetuar gjatë, pa spektator, pa fjalë të mëdha, pa amanete të lexuara me zë të lartë. Kishte lënë pas një dhomë të vogël, disa libra të vjetër, rroba të sistemuara me kujdes të çuditshëm dhe një kuti metalike që nuk binte në sy. Brenda saj nuk kishte letra pronësie, as fotografi të vjetra, as shënime sentimentale. Kishte vetëm një zarf të bardhë, pa emër, pa shkrim, pa datë. Në atë zarf ishte karta. Babi e mori në dorë pa interes. Ishte njeri praktik, i rritur me idenë se jeta nuk të dhuron asgjë falas, dhe se çdo gjë që duket e tepërzakonisht është e pavlefshme. Ai e pa kartën për disa sekonda, lexoi emrin e bankës, një institucion ndërkombëtar që nuk kishte degë në lagjen tonë, dhe e përplasi lehtë mbi tavolinë, si dikush që heq qafe një faturë të vjetër. Kjo kartë banke është mbeturin. Fjalët nuk u thanë me zemërim, u thanë me bindje. Me atë lloj sigurie që kanë njerëzit kur mendojnë se e kuptojnë botën më mirë se të tjerët. Pastaj ndodhi gjesti që nuk harrohet lehtë. Ai e mori kartën dhe e hodhi drejt koshit të mbeturinave, aty ku përfundonin gazetat e vjetra, ambalazhet plastike dhe gjërat që nuk kishin më funksion. Nuk bëra asgjë në atë moment. Jo sepse isha dakord, por sepse disa ngjarje janë aq të papritura sa trupi nuk reagon menjëherë. Vetëm më vonë, kur shtëpia u zbraz dhe heshtja u shtrim mbi muret, e ngjora kartën nga koshi. Ishte ende e pastër, asnjë gërvishtje, asnjë shenjë që kishte qenë pranë mbeturinave. E mbajta në dorë për një kohë të gjatë. Nuk dija pse. Nuk kishte asnjë arsye logjike për ta bërë këtë, por ndonjëherë intuita lind para arsyes. Dhe ndonjëherë respekti për të vdekurit shfaqet në forma të çuditshme. Ditët kaluan. Jeta u kthye në rutinën e saj të zakonshme. Babi nuk e përmendi më kartën. Nëna nuk e kishte parë kurrë. Emri i gjyshit përmendej gjithnjë më rrallë, siç ndodh zakonisht pas varrimeve, kur dhimbja fillon të zëvendësohet nga harresa funksionale. Por karta ishte ende aty. E fshehur në një sirtar, mes dokumenteve të mia personale, ajo u bë një prani e heshtur. Nuk më thërriste. Nuk më kërkonte asgjë. Thjesht ishte aty si një pyetje e pambyllur. Pas disa javësh, vendosa të shkoj në bankë. Jo në degën më të afërt, sepse nuk ekzistonte. Ishte një udhëtim i vogël i planifikuar keq me tren dhe autobus, drejt një ndërtese moderne prej xhami dhe qeliku, ku gjithçka dukej sterile, e rregullt dhe e ftohtë. Një nga ato banka që nuk kanë poster me familje të buzëqeshura, por ekrane digjitale dhe punonjë që flasin me zë të ulët. Hyra pa pritshmëri. Në fakt, një pjesë e imja mendonte se gjithçka do të mbyllej shpejt, karta do të rezultonte e çaktivizuar e pavlefshme ose e harruar prej vitesh. Do të kthehesha në shtëpi me ndjesinë se kisha bërë një gjest simbolik, asgjë më shumë. Por realiteti nuk ndjek gjithmonë skenaret më të thjeshtë. Kur e dorëzova kartën punonjëse së sportelit, ajo nuk foli menjëherë. E mori, e pa, e ktheu nga ana tjetër, e futi në sistem dhe ndaloi për disa sekonda më shumë se ç'ishte normale. Fytyra e saj nuk shprehte habi, por një lloj kujdesi profesional që nuk e kisha parë më parë. Pas disa minutash pritjeje të heshtur, më kërkoi të ulesha dhe të prisja. Pa shpjegime. Pa buzëqeshje. Menaxheri erdhi vetë. Jo një njeri i moshuar, por as i ri. Me një kostum të thjeshtë, të shtrenjtë pa u dukur i tillë, dhe me një shikim që nuk tregonte asgjë, por vëzhgonte gjithçka. Ai e mbajti kartën mes gishtërinëve për disa çaste, sikur po peshonte jo vetëm objektin, por edhe historinë e tij. Ajo që ndodhi më pas nuk u shoshërua me zë të lartë, as me gjeste dramatike. Por ishte momenti kur kuptova se gjesti i babait, hedhja e asaj karte në kosh, kishte qenë ndoshta veprimi më i gabuar i jetës son. Sepse karta nuk ishte mbeturin. Dhe gjyshi nuk ishte qenë kurrë njeriu që ne mendonim se njehnim, menaxheri nuk më ftoi të ulesha nga mirësjellja. Ishte më tepër një lloj mase sigurie, sikur ajo që do të dëgjoja kërkonte stabilitet fizik. Zyra e tij ishte e zhveshur nga sendet personale, pa fotografi familjare, pa libra, pa shenja individualiteti. Vetëm xham, metal dhe një tavolinë e rregulluar me përpikëri. Një ambient i ndërtuar për të mos lënë gjurmë emocionale. Karta u vendos mbi tavolinë me kujdes, jo si një objekt i zakonshëm bankar, por si diçka që kërkonte trajtim të veçantë. Për disa çaste ai nuk foli. Kontrolloi disa të dhëna në ekran, lëvizi një dosje të brendshme dhe vetëm atëherë ngriti syt. Ishte e qartë se ky nuk ishte një rast rutin. Ajo që kuptova gradualisht, pa u thënë drejt për drejt,
ishte se karta ishte ende aktive. Jo vetëm aktive, por e lidhur me një llogari që nuk kishte pasur asnjë veprim për shumë vite, por që nuk ishte mbyllur kurrë. Një llogari që për shkak të strukturës së saj nuk i nënshtroi procedurave të zakonshme të arkivimit. Një llogari që nuk duhet të ekzistonte për njerëz si ne. Në ato minuta, mendja ime u kthye pas në kujtime që deri atëherë kisha konsideruar të parëndësishme. Gjyshi ishte gjithmonë një njeri i qetë, i matur pothuajse i padukshëm. Nuk fliste shumë për të shkuarën e tij. Kishte punuar jashtë, siç thoshte gjithmonë, pa dhënë kurrë detaje. Për familjen, kjo ishte e mjaftueshme. Pyetjet nuk ishin pjesë e kulturës sonë. Heshtja ishte formë respekti. Por tani, ajo heshtje po merrte formë tjetër. Menaxheri shpjegoi, me fjalë zgjedhura me kujdes, se llogaria ishte pjesë e një programi financiar që nuk reklamohej dhe nuk u ofrohej klientëve të zakonshëm. Ishte krijuar dekada më parë, në një kohë kur kufit financiar midis shteteve ishin më të pashëndrueshëm dhe bankat funksiononin me një diskrecion që sot do të konsiderohej i papranueshëm. Klientët e atij programi nuk ishin domosdoshmërisht të pasur në dukje, por kishin luajtur role të caktuara në procese që kërkonin fshehësi absolute. Gjyshi im ishte një prej tyre. Nuk më thanë shuma konkrete. Nuk ishte e nevojshme. Vetë mënyra se si flitej për llogarin, mënyra se si shmangeshin detajet, tregonte se ajo që kishte aty brenda nuk ishte thjesht kursime. Ishte trashëgimi e një jete të dyfisht, e një ekzistence që nuk ishte ndarë kurrë me familjen. Më kërkuan dokumente shtesë. Dëshmi lidhjeje familjare, certifikata, procedura që normalisht zgjasnin një javë, por që këtu dukej se kishin një urgjencë të fshehtë. Jo sepse banka ishte në rrezik, por sepse prania ime aty kishte aktivizuar diçka që kishte qëndruar në gjumë për shumë vite. Kur dola nga banka, qyteti duke i njëjtë, por unë jo. Kisha në xhep një kopje dokumenti që nuk thoshte shumë, por mjaftueshëm për të kuptuar se jeta jonë familjare ishte ndërtuar mbi një version të cunguar të së vërtetës. Babi nuk reagoi mirë kur ja tregova. Jo me zemërim, por me një lloj mohimi instinktiv. Ai ishte rritur me bindjen se ati kishte qenë një njeri i thjesht, ndoshta pak i ftohtë, por i ndershëm dhe i parashikueshëm. Ideja se ai kishte pasur një jetë tjetër, të fshehur pas numrave, kontratave dhe bankave ndërkombëtare, ishte e papranueshme për të. Për të, karta duhej të ishte mbeturin. Sepse pranimi i së kundërtës do të thoshte rishkrim i gjithë kujtesës familjare. Në ditët që pasuan, filluan të dalin gjëra të vogla të shpërndara si copa mozaiku. Një adresë e vjetër në një libër. Një letër e grisur që përmendte një qytet ku askush nuk e mbante mend gjyshin. Një fotografi e zverdhur ku ai qëndronte pranë njerëzve që nuk i njihnim. Asgjë konkrete, por mjaftueshëm për të kuptuar se njeriu që kishim varrosur nuk ishte i plot me kujtimet tona. Banka u bë pjesë e jetës sime në mënyrë të heshtur. Telefonata të shkurtra, emaile të ftohta, takime të planifikuara me kujdes. Gjithçka bëhej sipas protokolleve, por gjithmonë me ndjesinë se po lëvizja brenda një sistemi që kishte ekzistuar shumë përpara meje dhe që do të vazhdonte edhe pas meje. Në një nga këto takime, më u bë e qartë se llogaria nuk ishte thjesht një pasuri për t'u trashëguar. Ishte edhe një përgjegjësi, një barë ligjore dhe morale. Sepse parat, edhe kur nuk flasin, mbajnë kujtime të transaksioneve, marrëveshjeve dhe zgjedhjeve që nuk zhduken kurrë plotësisht. Gjyshi kishte zgjedhur të mos fliste, të jetonte thjesht, të linte pas një kartë, jo një shpjegim. Dhe babai im kishte zgjedhur ta hidhte atë kartë në kosh, duke menduar se po pastronte diçka pa vlerë. Por disa mbeturina janë vetëm në pamje të parë. Në therb, ato janë gjurmë të së vërtetës që presin të nxiren sërish në dritë, pas javëve të para të zbulimit. Ajo që më tronditi më shumë nuk ishte shuma e mundshme e parave, por mënyra se si gjithçka po riformsonte marrëdhëniet tona pa bërë zhurmë. Familja jonë nuk u nda me britma apo akuza. U nda me heshtje të gjata, me shikime të shmangura dhe me një ndjesi të vazhdueshme se çdo fjalë e thënë mund të zbulonte më shumë se sa ishim gati të pranonim. Babi u bë më i mbyllur. Nuk e pyeti më për bankën, por prania e kartës, tashmë jo fizike por simbolike, e rëndonte çdo mbrëmje. Ai kishte kaluar jetën duke ndërtuar identitetin e tij mbi punën e ndershme, sakrificën dhe një lloj krenarie të heshtur që nuk kërkonte miratim. Tani, ideja se ati kishte qenë pjesë e një sistemi të errët financiar e vinte në dyshim gjithçka që kishte trashëguar, jo në aspektin material, por në atë moral. Nëna e përjetoi ndryshe. Për të, zbulimi ishte më shumë një kërcënim për ekuilibrin. Ajo nuk kishte interes për detaje, shifra apo dokumente. Ajo donte vetëm që gjërat të mos ndryshonin. Por ndryshimi kishte nisur tashmë dhe ishte i pandalshëm. Banka filloi të kërkonte më shumë. Jo para, por qartësi. Dokumente që nuk ekzistonin më. Dëshmi për veprime të kryera dekada më parë.
Pyetje të formuluara me gjuhë juridike që linin gjithmonë hapësirë për dyshim. Çdo email, çdo takim, më kujtonte se po ecja në një territor ku ligji dhe kujtesa nuk përputheshin gjithmonë. Në një moment, u bëhet qartë se llogaria e gjyshit nuk ishte thjesht një rast i izoluar. Ajo ishte e lidhur me të tjera, të shpërndara në vende të ndryshme, të krijuara për njerëz që kishin qenë pjesë të njëjtit mekanizëm. Disa prej tyre ishin mbyllur, disa ishin zhdukur, disa si kjo e jona kishin mbetur në pritje, si dosje që askush nuk kishte pasur interes i hapte deri tani. Fillova të kuptoj se gjyshi kishte jetuar gjithë jetën me një vetëkontroll ekstrem. Nuk ishte thjesht një njeri i heshtur nga natyra. Ishte një njeri që kishte mësuar heshtjen si strategji mbijetese. Çdo fjalë tepërt mund të kishte pasoja. Çdo kujtim i ndar mund të ishte rrezik. Ai kishte zgjedhur të largohej nga ajo botë pa e shkatërruar, pa e denoncuar, pa e trashëguar drejt për drejt. Karta ishte kompromisi i tij i fundit. Ndërkohë në bank, tonet filluan të ndryshonin. Nuk ishte më vetëm procedurë. Ishte presion i butë, i maskuar si kujdes profesional. Sugjerime për përshpejtim procesesh. Paralajmërime për ndryshime ligjore të afërta që mund të ndikonin negativisht. Një ndjesi se koha nuk ishte më në anën time. Në një nga takimet, u përmend për herë të parë mundësia e rishikimit të statusit të llogarisë. Një term i paqartë, por me peshë të madhe. Nënkuptonte se, nëse trashëgimia nuk qartësohej plotësisht, banka kishte të drejtë të ngrinte fonde për një periudhë të pacaktuar. Jo si ndëshkim, por si mas sigurie. Ishte hera e parë që ndjeva frikë reale, jo për humbjen e parave, por për humbjen e kontrollit. Sepse deri atë moment, edhe pse i papërgatitur, kisha qenë unë ai që zgjidhja të vazhdoja. Tani, sistemi po fillonte të zgjedhte për mua. Babi e kuptoi ndryshimin pa ma thënë askush. Ai filloi të pyes gjëra që më parë i kishte refuzuar. Jo drejt për drejt, por përmes komenteve të shkurtra, përmes dyshimeve të fshehura pas fjalive të përgjithshme. Ishte përpjekja e tij për të rikuperuar një realitet që po i rrëshiste nga duart. Një mbrëmje, ndërsa rregulloja dokumente të vjetra, gjeta diçka që deri atëherë kisha parë, por nuk e kisha kuptuar. Një shënim i vogël, i shkruar me dorën e gjyshit, me sfaqeve të një libri teknik. Nuk përmente banka, para apo emra. Vetëm një fjali e thatë, se disa gjëra mbahen larg familjes jo nga mungesa e dashurisë, por nga teprica e saj. Ajo fjali e përmbledhte gjithçka. Gjyshi nuk kishte dashur të na mbrojë nga varfëria. Ai kishte dashur të na mbrojë nga e vërteta që kishte mbajtur mbi supe gjithë jetën. Dhe tani, ajo e vërtet po dilte në sipërfaqe jo sepse ai e kishte planifikuar, por sepse dikush, pa e ditur, kishte refuzuar ta quante mbeturinë. Procesi vazhdonte. Presioni rritej. Familja heshte. Dhe unë fillova të kuptoj se pyetja nuk ishte më çfarë do të ndodhte me llogarinë, por nëse isha gati të mbaja atë që gjyshi kishte zgjedhur të mbante vetëm, me kalimin e kohës, banka pushoi së qeni thjesht një institucion financiar dhe u shndërrua në një prani të padukshme që ndikonte çdo vendim timin. Nuk më ndiqte fizikisht, nuk më kërcënonte hapur, por ekzistonte në formën e afateve, dokumenteve dhe formulimeve të ftohta që linin gjithmonë të hapur mundësinë e më të keqes. Çdo email kishte peshë më të madhe se sa fjalët që përmbante. Çdo kërkesë duke e arsyeshme në letër, por e rënd në praktik. Në një moment, më u bëhet qartë se çështja kishte dalë nga kufit e bankës. Nuk më thanë kur drejt për drejt, por referencat ndaj institucioneve partnere dhe organeve mbikëqyrëse u bën më të shpeshta. Ishte një mënyrë elegante për të thënë se dikush tjetër po vëzhgonte. Dikush që nuk kishte interes për historinë familjare, për arsyet morale apo për respektin ndaj të vdekurve. Ajo që kërkohej tani nuk ishte vetëm provë trashëgimie, por shpjegim origjine. Pyetje të ndërlikuara mbi burimin e fondeve, mbi aktivitetet e gjyshit në periudha të caktuara historike, mbi lidhjet e tij me kompani dhe struktura që nuk ekzistonin më. Disa prej këtyre pyetjeve nuk kishin përgjigje. Jo sepse po fshiheshin, por sepse askush në familje nuk i kishte ditur kurrë. Fillova të kuptoj se gjyshi kishte jetuar në një kohë kur disa shërbime nuk kishin emër publik, kur disa veprime konsideroheshin të nevojshme për stabilitetin e dikujt tjetër. Paratë nuk ishin fituar me punë të zakonshme, por as nuk ishin domosdoshmërisht të palishme në kuptimin klasik. Ato ishin produkti një bote gri, ku ligji përshtatej sipas nevojës dhe morali ishte luks. Familja reagoi secili në mënyrën e vet. Babi filloi të shfaqte një lloj lodhjeje të thellë, jo fizike, por ekzistenciale. Ishte si të zgjoheshe çdo ditë me idenë se jeta që ke jetuar është ndërtuar mbi një keqkuptim. Ai nuk fliste shumë, por shikimi i tij ishte gjithmonë diku tjetër, sikur po rishikonte çdo kujtim të fëmijërisë në një dritë të re. Nëna u tërhoq. Ajo e kufizoi botën e saj në gjëra të vogla të kontrollueshme, rutina, shtëpia, heshtja.
Për të, çdo detaj shtesë ishte kërcënim. Ajo nuk donte të dinte. Dhe në mënyrën e saj, kishte të drejtë. Sepse e vërteta, ndryshe nga gënjeshtra, nuk të jep gjithmonë mundësinë të zgjedhësh çfarë të mbash. Në bank, takimet u bën më të rralla, por më intensive. Çdo takim linte pas më shumë pyetje se përgjigje. Ishte e qartë se po testohesha, jo për korreksi ligjore, por për qëndrueshmëri. Sistemi donte të shihte sa lart isha gati të shkoja, sa shumë isha gati të zbuloja, dhe nëse në fund do të tërhiqesha. Në një nga dokumente që më kërkuan të firmosja, vura re një klauzol që më kishte shpëtuar më parë. Ajo parashikonte mundësinë e transferimit të përgjegjësive të caktuara, jo vetëm financiare, por edhe ligjore tek trashëgimtari aktiv. Në thelb, do të thoshte se duke pranuar llogarin, nuk po pranoja vetëm parat, por edhe historinë e tyre. Ajo ishte pika ku gjithçka u bë personale. Nuk ishte më çështje trashëgimie. Ishte çështje identiteti. A isha i gatshëm të bëhesha vazhdimi diçkaje që nuk e kisha zgjedhur? A kisha të drejtë ta refuzoja një histori që më ishte lënë pa paralajmërim? Më kujtoi gjyshi në vitet e fundit të jetës. Një njeri që flinte pak, që dëgjonte me vëmendje çdo zhurmë të panjohur, që mbyllte dyert me kujdes të tepruar. Në atë kohë, e kisha konsideruar thjesht plakëri. Tani, çdo detaj merrte kuptim tjetër. Ishte mbetja e një jete të kaluar në vigjilencë. Diku në thellësi të këtij procesi, fillova të ndjej një lloj respekti të frikshëm për të. Jo sepse kishte qenë i fuqishëm, por sepse kishte mbajtur gjithçka vetëm. Ai kishte zgjedhur të mos na përfshinte, të mos na ngarkonte. Dhe tani ironikisht, po më duhet të vendosja nëse do ta pranoja të barë apo do ta thyeja ciklin. Një email i fundit i shkurtër i formuluar në mënyrë neutrale, më bëri të kuptoj se koha e pritjes kishte mbaruar. Duhet të merrej një vendim. Ose procesi do të vazhdonte në një fazë tjetër, më të thellë dhe më pak të kthyeshme, ose llogaria do të ngrihej përfundimisht duke u mbyllur në arkivat e sistemit, aty ku e vërteta ruhet, por nuk përdoret më kurrë. Babi nuk më dha këshill. Ai më pa vetëm një herë, gjatë, sikur po më dorëzonte diçka që nuk mund ta thoshte me fjalë. Në atë shikim kishte lodhje, por edhe çlirim. Sikur vendimi im, cili do të qofte ai, do ta lironte më në fund nga hija e babait të tij. Dhe aty, për herë të parë, e kuptova se kjo histori nuk ishte përpara. Ishte për zinxhirin e heshtjes që kalon nga një brez në tjetrin. Për momentin kur dikush duhet të vendos nëse do ta vazhdojë apo do ta ndalë, vendimi nuk u mor në një moment dramatik. Nuk pati natë, pa gjumë që përfundoi me ndriçim të papritur, as ndonjë shenjë që do ta quaja intuitive. Ai erdhi gradualisht, si një lodhje e thellë nga paqartësia. Sepse të mos vendosësh është në vetvete një vendim, dhe unë e kuptova se kjo ishte pikërisht ajo që sistemi po priste, një tërheqje pasive, një lëshim i heshtur që do ta mbyllte gjithçka pa zhurmë. Firmosa. Jo sepse isha i bindur, por sepse refuzimi do të kishte qenë një formë tjetër e frikës. Me firmën time pranova të hyja në fazën tjetër të procesit, një fazë që nuk përfshinte më vetëm bankën si ndërmjetëse, por një rrjedhë strukturash ligjore dhe financiare që funksiononin paralelisht me institucionet e zakonshme. Nuk më thanë emra. Nuk ishte nevojë. Emra do ta kishin bërë gjithçka më konkrete, dhe konkrete është më e rrezikshme. Pas firmës, gjithçka u qetësua përkohësisht. Emailet u rralluan. Takimet u shtyn. Ishte qetësia e rreme që vjen gjithmonë para rikonfigurimit. Një periudhë ku sistemi riorganizohet dhe individi mbetet vetëm me mendimet e veta. Familja e ndjon ndryshimin. Jo si lehtësim, por si një boshllëk të ri. Babi nuk pyeti më. Ishte sikur kishte pranuar se kontrolli i tij mbi këtë histori kishte marrë fund. Ai u kthye te rutina, por rutina e tij ishte zbrazët. Lëvizjet e përditshme nuk kishin më të njëjtën peshë. E kuptoja se ai po jetonte një lloj zije të vonuar, jo për gjyshin, por për versionin e vetes që kishte besuar në një realitet më të thjeshtë. Nëna u përpoqte të rikthente normalitetin përmes detajeve të vogla. Ushqime të gatuara pa u kërkuar, rregullime të panevojshme në shtëpi, një përkujdesje që nuk kërkonte përgjigje. Ishte mënyra e saj për të mbajtur diçka të palëvizshme në një botë që po zhvendosej. Ndërkohë, filluan ndryshimet e para konkrete. Jo në formën e transfertave apo shifrave, por no access. U hapën mundësi që nuk I kisha pasur më parë. Informacione që më vinin pa I kërkuar. Dokumente që më dërgoheshin për shërtim, jo për firmë, si të doja të mësohesha gradualisht me idenë se tani isha pjesë e diçkaje më të madhe se familja ime. Fillova të kuptoj se gjyshi nuk kishte qenë thjesht një përfitues pasiv I sistemit. Ai kishte qenë nyje. Jo domosdoshmërisht qendër, por një pikë lidhëse. Një njeri që dinte të ruante, të transferonte, të zhdukte gjurmë pa lënë boshllëqe. Kjo ishte arsyeja pse llogaria e tij nuk ishte mbyllur kurrë. Sistemi nuk mbyll atë që mund t'i nevojitet përsëri.
Në këtë fazë, ndjeva për herë të parë një lloj izolimi që nuk vinte nga njerëzit, por nga informacioni. Dija gjëra që nuk mund t'i ndaja. Jo sepse ishin sekrete të klasifikuara në kuptimin klasik, por sepse nuk do të kuptoheshin. Dhe gjërat që nuk kuptohen, zakonisht kthehen në frikë. Fillova të shoh gjyshin ndryshe. Jo më si një figurë familjare, por si një produkt i kohës së tij. Një njeri që kishte bërë zgjedhje të vështira në një botë që nuk ofronte alternativa të pastra. Ai kishte zgjedhur stabilitetin në vend të transparencës, mbijetesën në vend të rrëfimit. Dhe në fund, kishte zgjedhur heshtjen si trashëgimi. Babi nuk e dinte këtë. Ai nuk e dinte se sa afër kishte qenë ati me gjëra që ne i shihnim vetëm në lajme, të përmendura pa emra, pa fytyra. Ndoshta ishte më mirë kështu, sepse disa njohuri nuk të pasurojnë, të rëndojnë. Ndërkohë, banka filloi të tërhiqej. Jo sepse procesi kishte përfunduar, por sepse roli i saj kishte mbaruar. Ajo kishte qenë vetëm porta hyrëse. Tani, marrëdhënia ime ishte me struktura që nuk kishin nevojë për zyra publike apo lodo të dukshme. Një dokument i fundit, i ardhur në mënyrë diskrete, më bëri të kuptoj se nuk bëhej më fjalë për trashëgimi personale. Fondet ishin ridrejtuar në një formë të re, të shpërndar, të pamundur për të përvetësuar në kuptimin klasik. Ishte mënyra e sistemit për të siguruar vazhdimsi, pa ekspozim. Paratë nuk ishin më të mijat, por as nuk ishin zhdukur. Ato ekzistonin si potencial, si ndikim, si siguri për lëvizje të ardhshme që unë nuk i kontrolloja plotësisht, por as nuk i injoroja dot. Dhe aty e kuptova çmimin e vërtet të vendimit tim. Nuk ishte humbja e pasurisë personale, ishte humbja e thjeshtësisë. Sepse pasi sheh se si funksionon realisht bota në disa nivele, nuk mund të kthehesh më te versioni i saj i padëmshëm. Gjyshi e kishte ditur këtë. Dhe për këtë arsye, kishte jetuar si njeri i zakonshëm. Unë nuk e kisha atë luks më. Pasojat nuk erdhen menjëherë. Nuk kishte letra kërcënuese, as lëvizje të dukshme që do të justifikonin frikën time. Për një kohë, jeta vazhdoi në mënyrë pothuajse normale, dhe kjo ishte ajo që e bënte gjithçka më të rëndë. Sepse kur diçka e madhe ka ndodhur dhe bota sillet sikur asgjë nuk ka ndryshuar, njeriu fillon të dyshojë te vetja. Por ndryshimi ishte aty. Filloi me gjëra të vogla, të shpërndara, që nuk mund të lidhen drejt për drejt me njëra tjetrën. Një vend pune që nuk u rinovua për një të afërm, pa shpjegim të qartë. Një kërkesë administrative që u vonua në mënyrë të pazakontë. Një takim që u anulua pa arsye. Asgjë dramatike, asgjë që do të ngjallte hetim. Vetëm mjaftueshëm për të kuptuar se disa procese nuk ishin më neutrale. Njerëz që nuk kishin asnjë lidhje me kartën, me bankën apo me gjyshin, filluan të ndiheshin të prekur nga një rrjedhë që nuk e shihnin. Dhe kjo ishte ajo që më shqetësonte më shumë. Sepse e kuptova se sistemi që gjyshi kishte shërbyer nuk funksiononte me ndëshkime të drejtpërdrejta. Ai funksiononte me zhvendosje të lehta ekuilibrash, me rregullime minimale që ndryshonin trajektore jetësh pa lënë gjurmë. Babi e ndjeu i pari. Jo në formën e një goditje konkrete, por si një ndjenje vazhdueshme se nuk ishte më i padukshëm. Ai, që kishte kaluar gjithë jetën duke besuar se ishte thjesht një njeri mes miliona të tjerëve, filloi të ndjejë i vëzhguar në një mënyrë që nuk mund ta përkufizonte. Kjo i prishi qetësinë më shumë se çdo e vërtetë që mund t'i tregoja. Nëna u mbyll edhe më shumë në botën e saj të vogël. Ajo nuk pyeti kur drejt për drejt, por e kuptonte që diçka kishte dalë jashtë kontrollit. Dhe ajo, ndryshe nga ne, e dinte se kontrolli është iluzion vetëm derisa humbet. Unë fillova të tërhiqesha nga gjithçka që më parë e kisha konsideruar të sigurt. Miqësi që nuk i thellova më, plane që i la shpezull. Ishte instinkt, jo frikë. Një ndjesi se sa më pak të lidhesha, aq më pak gjurmë do të lija. Dhe kjo ishte ndoshta shenja më e qartë se gjyshi kishte lënë më shumë se një kartë pas. Në një moment, pa paralajmërim, mora konfirmimin e heshtur se procesi kishte përfunduar. Nuk ishte një njoftim zyrtar. Ishte mungesa e çdo komunikimi të mëtejshëm. Sistemi kishte marrë atë që i duhej dhe ishte zhvendosur diku tjetër. Paratë ekzistonin ende, por jo për mua, jo për familjen time. Ato ishin bërë pjesë të një mekanizmi që nuk kishte nevojë për emra. Dhe unë u lirova. Jo në kuptimin klasik të fjalës, por në atë të zymt që vjen kur kupton se nuk je më i dobishëm për diçka që nuk e ke zgjedhur. Ishte një lloj lirimi që nuk festohet, por as nuk vajtohet. Vitet kaluan. Historia u bë më e largët, më e turbullt. Babi u plak shpejt pas asaj periudhe, sikur trupi i tij kishte pritur një justifikim për të ndalur së rezistuari. Nëna mbeti po ajo, duke ruajtur shtëpinë dhe rutinën si dëshmi se diçka kishte mbetur e pandryshuar. Unë u largova. Jo për shkak të frikës, por sepse disa vende nuk të lejojnë të harrosh. Dhe harresa në fund ishte e vetmja gjë që mund të më kthente në një njeri të zakonshëm.
Ndonjëherë, ende mendoj për kartën. Për mënyrën se si babai e hodhi në kosh, me bindjen se po hishte qafe diçka të pavlerë. Në fakt, ai kishte bërë gjestin më njerëzor të gjithë kësaj historie. Sepse refuzimi instinktiv i diçkaje të pakuptueshme është shpesh forma më e pastër e mbrojtjes. Gjyshi e kishte ditur se një ditë dikush do ta gjente atë kartë. Dhe kishte llogaritur gjithçka përveç një gjëje, që ajo të shpallej mbeturinë përpara se të kuptohej. Ndoshta po të kishte përfunduar aty, gjithçka do të kishte qenë më e thjeshtë. Por e vërteta është se disa gjëra, edhe kur hidhen në kosh, nuk zhduken. Ato presin. Dhe kur rikthehen, nuk kërkojnë më vëmendje. Kërkojnë vetëm pranimin se bota nuk funksionon gjithmonë sipas asaj që na është treguar. Dhe se ndonjëherë, dhurata më e rëndë që një gjysh mund t'i lërë familjes së tij nuk është pasuria, por heshtja që e ka mbajtur gjallë.